Mirë mbrëma të nderuar shikues dhe mirë se vini në një tjetër edicion të emisionit Zoom. Në këtë javë, politika shqiptare në Maqedoninë e Veriut ka hyrë në një fazë të re tensioni dhe paqartësish, hyrje dalje të mundshme nga qeveria, takime të befasishme dhe deklarata të forta nga liderët politik. Vetëm dje kryeministri Kristian Mickoski zhvilloi një takim me kreun e Aleancës për Shqiptarët Arben Taravarin, një takim që ndezi debatet për rikonfigurime të reja të pushtetit. Nga ana tjetër, eksponentët e koalicionit Vlen reaguan me tone të ashpra duke konsideruar të papranueshme që Taravari të mbetet pjesë e ekzekutivit. E një takim në mes krerëve të Vlenit me kryeministrin Kristian Mickoski, sipas disa informacioneve, është duke u zhvilluar në këto momente. Çfarë po ndodh brenda mazhorancës, apo përdoren këto zhvillime si mjegull politike për të devijuar vëmendjen nga temat reale dhe a është e mundur të funksionojë një qeveri me dy bloqe shqiptare në përplasje të hapur? Për të analizuar këto zhvillime, sonte në studio kemi dy profesorë universitar të shkencave politike. I dëshiroj mirëseardhje profesor Qanin Uhiut. Profesor, përshëndetje, mirëseardhët në Zoom. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Si dhe profesorit Murat Aliu, përshëndetje profesor, mirëseardhët. Faleminderit për ftesën. Atëherë kënaqësia është e imja që në këto minuta të bisedojmë gjërësisht në lidhje me zhvillimet e fundit politike. Profesor, do nis me ju. Opinioni publik ditëve të fundit, siç thash, ka qenë i ngarkuar me tema të hyrje daljeve të mundshme nga qeveria. Në fakt, dje kryeministri Mickoski takoi kryetarin e Aleancës për Shqiptarët Arben Taravarin, që është edhe ministri i shëndetësisë në këtë qeveri, por që takimi përfundoi pa rezultat. Si e komentoni këtë zhvillim, këtë takim? Tani, mu po më duket si krejt normale gjithë këto, le të themi, këto zhvillime skenën politike. Politika sa herë ka pas një dinamik të vetën dhe mendoj që nuk përbën ndonjë lloj përjashtimi. Tani sa i përket këtyre zhvillimeve në kampin dhe bllokun shqiptar, le të themi, apo brenda qeverisë, krejt erdhë si e papritur, le të themi drejtën, erdhë si e papritur dhe në këtë kontekst mendoj që nuk i shërben interesave të qytetarëve, nuk i shërben interesit publik, për arsye se siç thatë edhe ju, mbase gjithë këto gjëra mund përdoren edhe për të mjegulluar faktet apo problemet reale me cilat përballet shoqëria e kështu me radhë. Por më e rëndësishmja është që ky destabilitet brenda qeverisë apo brenda kampit shqiptar, po dëmton edhe imazhin tonë si shqiptar, por edhe skenën politike shqiptare. Për fillim ka të shkëta. Po do vazhdojmë diskutimin, kisha dashur të marr mendim edhe nga ju, profesor, si e keni parë këto zhvillimet e fundit, në fakt takimin e djeshëm në mes Mickoskit dhe Taravarit, deklaratat që ishin para takimit dhe ato pas takimit? Që unë nuk do ndalesha fiks, të përqendrohesha vetëm në takim, konteksti është pak më i gjerë, pak kënaqësitë kanë filluar qysh më herët në Vlen, mes Aleancës për Shqiptarët, krahu i Arben Taravarit edhe pjesës tjetër të Vlenit, që rezultoi kështu si rezultoi. Para vetes kemi dy procese, shkpuqjen politike të Aleancës për Shqiptarët nga koalicioni Vlen, edhe pjesa tjetër tash mbetet pjesa e dytë, aspekti institucional, do të jetë pjesë e qeverisë apo nuk do të jetë. Këtu ka disa faktorë që përcaktojnë këtë. Kryesori është ai që kryetari Shumicës, që thotë kryeministri, mirëpo edhe ai sikur duket është i ballafaqjuar me disa faktorë që nuk e lën shumë komod edhe atë. E para është presioni i Vlenit që pa ashën, që tashmë mund të themi Vlen pa ashën. E dyta është telashet e atij që i ka si hipotek që i mori nga premtimet parazgjedhore që i dha. Dha premtime parazgjedhore shumë të mëdha, që realisht e tangojnë korpusin etnik Maqedonas. Për shembull, ti dhe neve dhe kemi qenë edhe bashkë këtu, kur i preku çështje shumë të mëdha për Maqedoninë, marrëveshjen e Prespës, protokollin me Bullgarinë, edhe marrëveshjen e Ohrit që rregulloi deri diku marrëdhëniet e brendshme deri diku i harmonizoi marrëdhëniet e brendshme ndëretnik. Pra, që atëherë unë isha skeptik se mund të bëhet diçka tillë në çfarëdo aspekti,
nuk du të devijoj tash bisedon në kahje tjetër. Do diskutojmë këtë teman desha them në se vazhdim. takimi i djeshëm, të dalë direkt aty, takimi i djeshëm ishte se përfundoi pa epilog. Edhe ishte pritur të përfundoi pa epilog, për shkak se thash ballafaqohet edhe me këto rrethana edhe vet Kristian Mickovski. Dëshironi të thoni Taravari ruan stabilitetin e qeverisë me numrin e deputetëve. Numrat janë tash qeveria e Maqedonisë është funksionon si qeveri me legjitimitet etnik, krahut maqedonet, krahut shqiptar. Edhe kur ta marrësh edhe pjesën tjetër që janë numra deputetët, dashte pa dashte involvohet problemi i koalicionit shqiptar në qeveri, ose domethënë marrëveshjet politike që në demokraci mund t'i quajmë edhe si normale, involvohen edhe në qeveri. Prandaj edhe përfundoi pa epilog. Unë mendoj se do ketë parkim edhe ditëve në vijim, derisa kjo situatë të futet në binare të marrë një epilog të caktuar. Po, nga ana tjetër sot kemi një takim në mes kryeministrit dhe krerëve të Vlenit, përndryshe eksponentët e Vlenit sot ishin të zëshëm, për ato është e papranueshme që Taravari të ngelet pjesë e qeverisë, vendos kryeministri Izet Mexhiti tha se buka që thyet nuk ngjitet, kryetari i Lëvizjes Bejsa Bilal Kasami tha se do ta shqyrtojnë edhe një herë pozicionin e Vlenit në raport me kryeministrin dhe me qeverinë. Si komentoni këto deklarata të eksponentëve të Vlenit? Është një presion i shtuar ndaj? Është e pritshme, thash, është njëra prej atyre 4-5 determinantave që ja përcaktojnë pozicionin politik të Kristian Mickovskit, kryeministrit. Pra, kjo është njëri aspekt edhe mund jetë një aspekt shumë i rëndësishëm. Mirë po, ka edhe një aspekt tjetër që nuk desha të zgjatem. Mickovski do të vendos, pra, në bazë të dy komponentave. Një, a do të shkojnë zgjedhjet parakoshme, qofshin ato paralel me zgjedhjet lokale, apo nuk do të shkojë, do me thënë, se mund realisht i dobësohet, shumica dobësohet për 5 deputet. Dobësohet, është dobësimi ndjeshëm politik për shumicën, për cilën do shumicë. E dyta edhe qetra, mendoj se nëse vihet në zgjidhje të përcaktohet për Vlenin apo për Aleancën për Shqiptarët të Taravarit, do të përcaktohet gjithsesi për Vlenin, se kanë edhe numër më të madh deputetësh në raport me Arben Taravarin. Prandaj mendoj se kjo do zgjaqë. Jo aq shumë, po megjithatë, derisa të marrë një epilog, presioni i Vlenit do ekzistojë, është normale, se tash ikën njëri nga ato 5 komponentat e koalicionit që ishin, edhe këto nuk duhet të themi se nuk duhet t'i marrëm si diçka jo normale, por në afat deri ka vjeshta, deri ka pranvera, mund të kemi edhe zgjedhje tjera. Prandaj Kristian Mickovski do e vendos në prizmën e kësaj. Ato do të dobësohet aq shumë qeveria sa mund t'i duroj presionet, edhe shkojnë zgjedhje parakoshme nëse do me thonë nëse hiqet Arben Taravari nga koalicioni qeveritar. Kjo do t'jetë përcaktuese. Zoti Aliu, ju si shihni këto fërkimet e fundit, sidomos deklaratat e eksponentëve të Vlenit, a janë një sinjal drejtuar kryeministrit Mickovski që ta përjashtoj Taravarin nga qeveria? Po, definitivisht, mendoj që janë një sinjal dhe presionin ndaj kryeministrit për ta përjashtuar zotin Taravari nga qeveria, ndërkaq ky hezitim i zotit Mickovski, kryeministrit, për ta le të themi kushtimisht për ta përjashtuar Taravarin nga qeveria, ka të bëj me atë që tha edhe profesori, ka të bëj me zgjedhjet apo hezitimin e tij për shkuar në zgjedhjet parakoshme. Ne realisht e dim që Mickovski dhe VMRDP nuk dëshiron zgjedhjet parakoshme për arsye të tyre. Ma merr mendja për arsye të rënies së rejtingut veç pas tragjedisë Koçanit, si dhe mos përmbushjes së shumë premtimeve dhe pritjeve të cilat u dha qytetarëve Maqedonas apo votuesve të tij para në vigjilit të zgjedhjeve parlamentare, dhe në këtë kontekst politika është numër dhe meqense legitimiteti i qeverisë tek ne buron nga intenti etnik i partive politike, një shkëputje për 5 deputetësh, le të themi, të përfaqësuesit shqiptar këtë rast në qeveri do të kishte qenë
problematike edhe për përfaqësimin e shqiptarëve edhe për atë vetë, por edhe kësaj here do të ishte përballur me një presion akoma më të madh dhe më të vështirë nga opozita. Për arsye se tani në këtë rast numri i deputetëve opozitarë në këtë rast rritet ndjeshëm. Kjo mendoj që është arsyeja kryesore. Tani ajo atë që unë nuk arrit dot ta kuptoj është qasja e Vlen apo përfaqësuesve të Vlenit për përjashtimin e zotit Taravari nga qeveria, megjithëse le të themi nga një aspekt kanë edhe drejt me bëni kërkesë të tillë, për arsye se zoti Taravari tani me qëndru në qeveri edhe nga ana tjetër me u sill si opozitar është diçka që besoj unë është kontradiktore, nuk shkon në vetvete. Zoti Taravari ka përshtypjen që këtu, si më thon, don me lut rolin opozitarit dhe me kriju një percepcion tek qytetarët që opozitar a me i shfryzu privilegjet e pushtetit, definitivisht. Për arsye se ai vetë pra në një nga intervistat e tij kryesore këto 3 javat e fundit, tha që sipas tij ne mendojmë që 70% e qytetarëve tonë nuk janë të kënaqur me këtë qeverisje. Dhe kjo sigurisht elektoralisht e shqetëson zotin Taravari dhe tani duke le të themi u afruar pak me Bashkimin Demokratik për Integrim, me një parti opozitare, mundohet krijojë një lloj percepcioni para qytetarëve si opozitar, ndërkaq duke i shfrytzuar privilegjet e pushtetit, gjë që për mendimin tim është tejet kontradiktore. Gjëja më e mirë do të ishte sigurisht nëse zoti Taravari nuk e kënaqur me funksionimin e qeverisë, dilte në mënyrë shumë sinqert para qytetarëve, thoshte që unë lëshoj këtë qeveri për këtë arsye dhe gjitha përmbyllej. Ka edhe një tjetër kontradikt, për shembull, nëse dëgjoni diskursin e zotit Taravari, ai në asnjë mënyrë nuk kritikon zotin Mickovski dhe VMRO DPMN, nga ana tjetër ne dëgjojmë deklarata anash që veçma zoti Ali Ahmeti ka përmendur disa herë që mirë që Taravari e kuptoi që kjo qeveri është anti-shqiptare. Dhe tani ky anti-shqiptarizëm nga buron nga Vleni apo buron nga zoti Mickovski. Pra është e qartë që zoti Taravari nuk ka një vizion të qartë se ku dëshiron të jetë. Definitivisht mendoj edhe që ndoshta edhe tash është vëdisuar për atë që ndoshta edhe gaboj apo veproj shpejt pa më i menduar disa gjëra. Nga ajo që u tha pas takimit, sipas disa briefingjeve, është se kryeministri ka lënë hapësirë Taravarit që të reflektojë një muaj afat kohor u përmend për marrëveshje brenda koalicionit qeveritar në këtë rast me Vlenin. A mendon se ka ende hapësirë për një marrëveshje mes Taravarit dhe Vlenit? Është përmendur në opinion, tani janë informacione jo zyrtare, po është përmendur që ASH Taravarit ka caktuar zëvendës kryeministrin Arben Fetaj për negociata me Vlenin në këtë drejtim. Unë mendoj që gjithçka është e mundur, edhe legjitime, por nuk e di sa është serioze dhe etike. Në kuptimin që politika megjithatë kërkon një lloj konsistence dhe një lloj serioziteti në veprimet të politikanëve dhe të caktuar. Ato mbase mund edhe merren vesh, mbase edhe mund pajtohen, mbase edhe mund qëndrojnë në qeveri. Kjo nuk është problematike, por problematike cili është mesazhi i cili u përçohet qytetarëve në këtë rast. Tani si lloj kthesë, ashtu ne kam thënë në emision tjetër, para një viti gjysmë zoti Taravari bëri një kthesë 180 shkallëse që ishte, le themi, përcaktuese për gjithë këto zhvillime që ndodhen këto 2 vjet të fundit. Tani para 3 javë dëgjuam një kthesë po aq tronditëse, një lloj bashkëpunimi me Bashkimin Demokratik për Integrim, dhe tani prapë edhe një lloj kthese të tillë. Kjo përveç që nuk përçon mesazh të mirë tek qytetarët, kuptimin e humbjes edhe ati pak besimi që ka ngel qytetarëve tek politika, kjo mendoj unë e konsumon dhe devalvon edhe vetë figurën e zotit Taravari. Pra se politika megjithatë është një veprimtari që konsumon. Dhe tani brenda një periudhe kohore kaq shkurtër, kësaj lloj lëvizjes kontradiktore njëra me tjetrën, përveç që nuk i shërben as kujt edhe as vetë imazhit partisë dhe vetes së zotit Taravari. Megjithatë unë t'i kthem pyetjes esenciale tuajës, pra është e mundur, pra se edhe mendoj që edhe Vleni ka një lloj
nevoje për një legjitimitet më të fuqishëm etnik shqiptar në qeveri, edhe pse ekzistojnë thashë theme dhe zoti Bilal Kasami në emision të fundit aludoi që ne mund të transferojmë, le të themi, deputet nga partitë tjera, po numri tyre sa është dhe përkatësia etnike e tyre cila është, ne nuk e dim. Sot e pam zotin Bejxhan Ilyas, kryetari i Partisë Demokratike Turke, tha që ekziston mundësia të bisedoj apo negocioj për hyrje në qeveri, por të shkëmbesh 5 deputet me një paksa duket. Kështu që shohim se çfarë do ndodh. Profesor, cili është mendimi juaj? A ka hapësirë për marrëveshjen mes Taravarit dhe Vlenit ende, apo është një epizod i kryer? Mendoj se tash në politik themi se diçka e pamundur nuk mund të themi. Çdo herë gjithçka e mundur, pasi më pyet interesi. Mirë po, domethënë se nuk ka shumë besim mes tyre, është fakt. Tash cili variant mund të jetë i mundshëm në situatën kur Arben Taravari hiqet nga koalicioni i Vlen edhe nuk hiqet nga qeveria. Njëri prej opsioneve është të lidh direkt marrëveshje me Mickovski, si faktori i dytë, atë që ju e përmendën në hyrjet e emisionit, 2 bloqe politike shqiptare në qeveri, që është e mundshme. Megjithatë, kemi një komplikim tjetër tani. Mickovski thot, shpesh porosit edhe publikisht, që unë fare nuk jam dakord, as parimisht, as politikisht, as etnikisht, në asnjë aspekt, kush me kë duhet bashkëpunoj, domethënë, mos ndërto raporte me BDI. Tash unë e dini qëndrimet e mia, nuk jam avokat i asnjë parti, mirë po kur ta thot dikush se në mënyrë imperative mos ndërto raporte me filon partin, domethënë ajo një që e para ka kundër efekt, e dyta e devalvon subjektin në adresë të cilit shkon mesazhi i Mickovskit. Pra, kemi një, si të them, si brina në thes. Është një situatë vërtet shumë e komplikuar. Kemi kontradiktat Vlen ASH të Taravarit, kemi kontradiktat ASH Mickovski për shkak se bashkëpunon me zotin Ali Ahmeti dhe ka pranuar publikisht, më tash nuk është diçka që flitet kulluare, janë ngjarje publikisht të pranuara. Vërtet është një situatë shumë e komplikuar. Ngado që të kthehesh diçka do hasish në ndonjë pengesë, po megjithatë ta rezimojnë nëse mundim kështu këtë kolorit ngjarjesh, mendoj se në fund, për arsye pragmatike, Mickovski do të përcaktohet ta mbaj ASH në qeveri si subjekt vet. Ndarës nga Vlen. Po, megjithatë, tash si do t'i menaxhoje kontaktet me BDI-n dhe bashkëpunimin eventual, kur dihet se i kemi edhe zgjedhjet lokale, Arben Taravari me frontin evropian është çështje tjetër. Do të thonë, ngado që të kthehesh kemi nga një kundërthënie, prandaj është vështirë të japim ndonjë definicion. Besoj se ngjarjet e ditëve në vazhdim do na japin ndonjë përgjigje për këto shumë pyetje. Po kur jemi te numrat dhe te qeveria, presidentja Gordana Slianovska-Davkova dje deklaroi se pavarësisht nëse del ndonjë subjekt nga qeveria, nga koalicioni qeveritar, qeveria mund të vazhdojë të funksionojë pasi ka më tepër se 61 deputet. Si e komentoni këtë deklaratë? Po, e komentoj si qasje shumë mekanike. Mund të jetë matematikisht në rregull, por politikisht nuk është në rregull. Do të thonë, aspektin deklarata e presidentes për mua flet se fare nuk e ka parasysh as aspektin politik, as aspektin etnik. Thjesht o përcaktuar për aspektin e numrave matematikor, thjesht operacion numrash, edhe nëse e marrim ashtu funksionon. Mirë po, politika nuk është matematik, është krejtësisht diçka tjetër, veçanërisht rrethanat e Maqedonisë Veriut. Marrëdhënie ndërretike, ndikimet, problemet kaluara, kontestet e tanishme që janë, ashtu që nuk jam dakord me atë deklaratë, mendoj se është deklaratë jo shumë vizionare, edhe jo përfshirëse. Do të thënë përfshin vetëm aspektin e numrave, pa përfshin komponentën etnike të problematikës përbërjes qeverisë edhe politike. Profesor Murat, ju si e komentoni deklaratën e presidentes Gordana Slianovska-Davkova, pasi që në fakt nëse në këtë rast do të dilte Taravari nga qeveria dhe ne dim që Taravari numëron 5 deputet, atëherë i bie që koalicioni qeveritar të vazhdojë të funksionojë me 9 deputet shqiptar, ndërsa pjesa tjetër janë të etnive të ndryshme
kryesisht të etnisë maqedonase? Mirë, kjo është deklarat, paka shumë do e thema që tha zoti Nuhiu, është deklarat parë nga prizmi legalist, pra juridik, dhe ajo ka drejtë në këtë kontekst, pra që se asë kushtetuta, asë në një lloj ligji obligon që një qeveri caktuar të përbëhet nga disa grupe etnike, thjesht ajo parti apo ai koalicion që i ka gjatë një deputet, pra ka drejtën të qeverisë, por politikisht e papërgjegjshme, kuptimin që deklarat pra përjashton kontekstin, rrethanat të vendit tonë, strukturën, le të themi, demografike, sociale, gjitha këto, pra në atë, unë këtu aludoj në atë që çdo qeveri, paktën de facto, që nga vitet 90 deri sot, ka funksionu legjimitetin e ka thithur nga grupacionet etnike. Dhe në këtë kontekst, mendoj që Dafkova dhe presidentja në fjalë po ndjek një vi logjike, ideologjike të saj dhe të partisë cila e mbështeti për të shkuar atje ku është, pra për të bërë presidente, dhe ajo vetë se ka ripërsëritur, le të themi, qëndrimet e qeverisë VMRO-DPMNE-s dhe zotit Miskovski për atë që ne nuk dëshirojmë në asnjë mënyrë dhe do të mundohemi të shmangim deri në fund zgjedhjet e parakohshme në tetor. Prap do të them, pra legalisht, parë nga prizmi legal, është një deklarat korrekte në kuptimin që qeveria, pra me ligj, me kushtetut, askush nuk detyron që ti të marrësh të kesh përfaqësues të një grupi apo tjetri etnik. Është kjo një dështim i politikës shqiptare që nuk ka arrit ta bëj pjesë të kushtetutës këtë? Kjo definitivisht e kemi diskutuar edhe herë të tjera, më duket këtë studio, ne do të jemi korrekt gjatë 20 viteve qeverisjes së Bashkimit Demokratik për Integrim u arritën shumë gjëra dhe kjo është e pakontestueshme. Statusi politik, social, kulturor i shqiptarëve u ngrit ndjeshëm. Mirë po, BDI dhe faktori politik shqiptar në këto 20 vite sigurisht kishte edhe dështimet e tjera dhe një nga këto dështime është mos sanksionimi i një norme të tillë e cila do të përcaktonte qartë se kush me cilin duhet të krijojë qeveri. Ne vjetë kishim gati se për gjatë një viti kemi një debatin e legitimitetit. Pra, kush përfaqëson shqiptarët dhe kush duhet të jetë pjesë e qeverisë. Sikur kjo t'ishte sanksionu me një normë kushtetuese që, le të themi, fituesi në kampin Maqedonas është detyruar ta bashkëqeverisë me fituesin në kampin politik shqiptar, do t'ishte një situatë tashmë e sharuar dhe këtë debat dhe këtë lloj problemesh nuk do t'i kishim. Por kjo nuk u arrit. Sigurisht tani kjo hap edhe plaga tjera, kjo një sanksionimi një norme të tillë po çon edhe në debatet në federalizimit e kështu me radhë. Është një gjë cilën le themi pala maqedonase vështirë do ta kishte pranuar, por megjithatë kësaj çështje mendoj unë u desh t'i jepet një lloj zgjidhjeje dhe një lloj alternative. Për arsye se në historinë politike Maqedonisë kjo po ndodh 3 herë edhe në 98-ën, vitin 98, atëherë kur VMRO-DPMNE ka koalicionoi me PD-shin e Arbet Xhaferi duke qenë humbëse, edhe 2008-ën, po të njëjtën, në 2016-ën këtë radhë Bashkimi Demokratik për Integrim nuk koalicionoi me fituesin e kampin politik maqedonas që ishte VMRO dhe tani domethënë 4 herë, se më falni se gabova, ndodh dhe kjo shkakton edhe hatërmbetjen në kuptimin e partive politike dhe momentin që atyre u vjen mundësia për me të përjashtuar, po e shfrytëzojnë. Mendoj që është dashur pak në këtë drejtim gjitet një zgjidhje. Në këtë rast, ta supozojmë të daljes të ravarit nga koalicioni qeveritar, a mendoni se do të ketë krizë politike e cila do t'impononte zgjedhjet parakohshme apo do tentoj qeveria që të vazhdoj kështu dhe ndoshta të peshkoj deputet nga pala tjetër? Tani, tendenca për të kriju krizë politike sigurisht do të ketë. Por, a do të ndodhë një gjë tillë, unë nuk mund ta them, ajo duhet
shohim qeveri se si do e menaxhojnë një gjë të tillë, për faktin e thjesht se megjithatë fakti që ato tani nëse ik zoti Taravari për shembull qeveria ka 73 deputet, shumica parlamentare, është edhe një lloj, le të themi, një lloj mbulimi, një lloj legjitimimi, kuptimin paktën diskursiv që nuk ka nevojë për një gjë të tillë. Ndërkaq, e thash edhe më parë që presioni do rritet, sigurisht do rritet dhe kjo është e pa diskutueshme. Profesor, në rast të daljes së Taravarit nga qeveria, a do të imponohen zgjedhjet e parakohshme parlamentare? Pate që fillova në fillim, ndoshta shumë herët e fillova edhe tash t'japëm sqarim pak a shumë edhe presore tha. Shikoni, sistemi politik i Maqedonisë funksionon atë mënyrë që legitimiteti i përfaqësuesve vjen nga bashkësitë etnike. Edhe kjo e qartë. Tash, vazhdimisht këtu kemi, edhe 98-ën, edhe 2006-ën kur ishte, vazhdimisht kemi një përplasje në mes të legitimitetit edhe të legalitetit. Ajo që është legjitime nuk o fut të jetë edhe legale, konkretisht me mekanizma kushtetues, ligjor, të paktën ligjin për qeverinë. Deri diku, Komiteti për Marrëdhënie Ndërretnike edhe shumica e baditerit e precizojnë këtë, por e precizojnë për disa çështje. Do të thënë, nuk është përmendet formimi i qeverisë aty. Përmendet 4-5 çështje kyçe, por nuk përmendet formimi i qeverisë, ai parimi fituesi me fituesi. Tash vim në dilemat tjetra. Qeveritë do të krijohen mbas të programeve e afarsive ideologjike, apo në rastin e Maqedonisë, ku legitimiteti buron nga politikat etnike, do të kemi shumicën me shumicën. Është çështje që me siguri se do të një zgjidhje, nëse kjo nuk merr zgjidhje. Domethënë do të kemi vazhdimisht përplasje të këtilla, vazhdimisht kriza të këtilla, vazhdimisht do gjeneroj edhe nacionalizma, që do të thotë është një situatë e lënë pezull e pa definuar. Gjithsesi, unë nuk them këtë mandat apo në atë mandat, po sa më shpejt të definohet kjo, aq më mirë do të jetë, edhe nuk do jenë më kësi dilema që janë tani. Do të thotë ka ma pak deputet, futen në qeveri, legalisht ai ka të drejtë ta marrë, por nga ana e legitimiteti nuk ka. Bashkia ndërkombëtare e ndjekën parimin e stabilitetit, që do të thotë, ai që ka shumicën futet në qeveri për hir të stabilitetit, jo për diçka tjetër. Për hir të stabilitetit, edhe kjo do jetë. Mirë po thash, kjo çështje fatkeqësisht gjatë kohë ka mbet pa u çelë, ndoshta nuk ka qenë edhe momenti. Unë jam dakord me profesorin, është çështje shumë senzitive edhe te pala tjetër, te pala maqedonase, që mund vim deri te një lloj federate funksionale, që de facto është ashtu. Ashtu është, de facto ashtu. Po vetëm të futet në norma, të marrë formë. Kushtetut, pa qëtër, se ligji ndrohet, kushtetuta është ma procedura tjera për të ndryshu. Pra, të marrë formë, se për ndryshe jetën reale, praktike, funksionon si federat funksionale, kështë që jemi sinqertë. Tash nuk flas për federata territoriale, as që është teme debatit ajo, por si federat funksionale funksionon. Që nga themelimi, që nga qeveria e parë e Maqedonisë pavarur ashtu është. Askund nuk shkruan se me detyrim mandatari, që zakonisht është nga rezultatet del të tjetë Maqedonas, e ka detyrim të marrë palën shqiptare. Po le të urdhënoj, le të formoj qeveri pa shqiptarët. Në fakt, jemi dëshmitar që edhe qeveritë të cilat janë formuar, përmendja edhe profesori qeverinë në 98, në vitin 2006, nuk kanë pasur një jetë gjatësi. Domethënë nuk e kanë gëzuar mandatin. Nuk i qëndrojnë presionit politik, prandaj, edhe politik nga brenda, nga shqiptarët që vjen, edhe presion politik thash nga elementi nga jashtë, nga diplomatët e huaj. I kanë frikë që ekuilibrimin e raporteve ndërretnike, veçanërisht Unioni Evropian, pa edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj është kjo, thash, është një plagë shumë e vjetër, që ka kërkuar zgjidhje edhe më herët, nuk e di. Ndoshta nuk kanë qenë edhe rrethanat për të zgjidhur, po se duhet zgjidhje për këtë, një herë për gjithmonë duhet. Kaq. Profesor, paraprakisht përmendje që kryeministri Mickoski vlerësove që do të tentoj të zgjidh problemin që t'i mbaj të dy palët edhe Vlenin edhe Ashën brenda qeverisë. A mund të vazhdoj të
funksionojnë në këtë mënyrë dhe si do të funksiononte një qeveri me dy subjekte politike shqiptare, edhe pse më herët kemi pasur raste të tilla ku BDI ka qenë qeveri herë me Lëvizjen Besa, herë me Alternativën, herë me Aleancën për shqiptarët dhe nuk është bërë asgjë. Nëse më lejo të konstatoj, në pozicion më të favorshëm aktualisht, kushtimisht e them, është Arben Taravari. Pse mendoni kështu? Mendoj ashtu se, do të thonë, ka mundësi të arruje postin qeveri dhe të bëjë politikë opozitare me një krah. Nësa në pozit më të pafavorshme, më të disfavorshme është Hristijan Mickovski. Nëse e përjashton Taravari, kushtimisht pse fjale e fortë, nëse e hiqet Taravari nga qeveria me kërkesë të Mickovskit, do të thonë i dobësohet koalicioni. Çka do të thotë? Rritet presioni për zgjedhjet parakoshme. Tash, dilema thashë është fillim. A dëshiron Mickovski që këtë gjithet parakoshme, a nuk dëshiron. Vërtet kjo do e përcaktoj. Edhe pozicionimi ndaj ASH-s të Arben Taravarit. Kjo do e përcaktoj. Por dhe thash se është Arben Taravari shqyquar në këtë aspekt është në pozicion më komod. I konvenon Taravarit që të qeveri me ministra me strukturën e vete, ka privilegje, ka ndikim, kuptohet, nuk diskutohet e punë. I konvenon ky aspekt edhe Hristijan Mickovskit, mirë po, kjo kontaktet me BDI, këtu janë ajo kontradikta që për momentin më duket e pa harmonizueshme. Diçka do të bëhet. Diçka, me thënë, o tik nga qeveria, o të... Mendon se është e mundur bashkëpunimi i Taravarit me BDI-n? Po kanë fillu tash ato shohëm, tash ka sinjale se po. Në politikë, pse nuk është e mundshme? Ju kujtoj që unë jam matri, po unë kam qenë për studio, edhe kam komentu, ishte shumë vështirë të mendohej koalicioni BDI-VMRO. Po funksionoi, mëse 12 vjetë. Ju kujtojt atër marrëveshje majt e marsit e ishin. Do me thënë, është e mundshme se, thash, politikat e përgjithshme, të liderëve të përgjithshëm, ndonjëherë nuk jetë çështje vullnetesh, është çështje legitimiteti. Se ai ka marrë mandat për ta marrë ti. Nuk e merë pse, ti nuk e merë si person fizik, po ti e merë si përfaqësues të një etnie të caktuar. Veçanërisht thash, kur janë pyetje marrëdhënie ndërtetike, këtu Unioni dhe pranë SBA janë shumë të ndihshëm, edhe shumë të kujdesshëm. Vazhdimisht kjo çështje është në lup, në vëzhgim. Prandaj edhe janë të kujdesshëm. Them Megjithëse mendoj që për momentin nuk ekziston një forcë politike që mund shkaktojë një krizë të natyrës të tillë. Për shembull, nëse aludoni në një opsion parti politike të caktuar, mendoj që konteksti gjeopolitik për momentin nuk do të faktorit ndërkombëtar nuk do të kishte lejuar një destabilizim, le të themi, me këto lloj termash, se konflikt deletnik është paksa term kështu i fuqishëm. Kjo mund të përdoret si bllov, e kështu me radhë, por që një gjë të tillë paktën mendoj unë nuk më duket në horizont. Testi më i mirë për këtë do jenë zgjedhjet lokale. Sigurisht. Ajo, nëse nuk shkohet, do të thënë me zgjedhje paralele parlamentare dhe lokale bashk, shumë mesazhe të fuqishme politike do çojë zgjedhjet lokale, veçanërisht te listat. Listat janë vota politike. Kryetarët e komunave nuk janë vota politike, por listat janë vota politike. Edhe aty do shihet. Do shihet pak a shumë, ai do jetë sondazhi më i saktë, ai do jetë mesazhi më i qartë. E që mund të përcaktojë edhe të ardhmen se çka. Nëse nuk vendosin që të bëjë zgjedhje. Në fakt këtë e tha edhe kryeministri Mickovski disa ditë më parë që zgjedhjet lokale do të jenë test për ato se a nevojiten zgjedhje parlamentare. Po, dakord që plotësisht edhe kjo kriter, sondazh më i saktë nuk ka. Ajo duhet përcaktuese. Gjitha tjerat mund t'i kontestojmë, po numrat e votuesve ditën e votimit nuk mund t'i kontestojmë. Do të thonë, nëse nxirren mesazhe nga ato, edhe mbas atyre mesazheve që i jep elektorati, sillen vendime të përgjithshme politike, atë gjithçka në rregull. Po nëse ti vazhdimisht nuk mendova në konflikt ndërtetik as në atë retorikën. Profesor, po mendova pikërisht në këtë, në rritjen e mos më keq kuptoni, nuk akuzova juve në asnjë. Jo, pa marrë parasysh debat bëjmë. Jo, nuk ka problem. Po them se aty do maten te zgjedhjet lokale, te listat do shihet. Edhe basta saj edhe të përcakto. Ndoshta Mickovski mund të shkojë një variant.
të mbaj ASH-ën, do me thënë, të balansoj midis ASH-ës dhe vlenit në qeveri, derisa t'i kaloj zgjedhjet lokale, shohe mirë se si ka pozicionin. Se mos harroni, ka fillu të zbehet ai rezultati i vitit kaluar. Te elektorati vëmëros. Kemi, nuk mundi ta prek marrëveshjen e Prespas, që i shpremtim kryesor, nuk mundi ta prek protokollin me Bullgarinë, edhe ma andej ja kërkojnë kushtetutën, që ki nuk thot nuk e boj, po thot më jepni edhe pak afat, deri kur afat, një ditë mbaron edhe afati, marrëveshjen e orit tentoj ta prek diku te Badinteri, po te reteroj te çështja e gjuhës, politikisht reteroj, se deklarata e presidentes, nëse mund ta parafrazoj, nuk e dia mund ta citoj sakt, gjykata kushtetuese apo kush e tha, kryeministri ta marrë shqyrtim pas zgjedhjeve lokale. Direkt ndikim politik, pas të ndikim politik. Pse e lidhe një vendim gjyqësor me zgjedhjet? Ose thuj se në rrethana ma të volitshme, po, mos e lidha direkt të me thënë me zgjedhjet, që do të thotë par excellence ndikim politik, edhe të vendimi gjykatës kushtetuese. Profesor, ju a mendoni se realisht zgjedhjet lokale do jenë test për atë sa nevojiten zgjedhje të parakohshme parlamentare? Themi se a nevojiten zgjedhjet parakohshme nuk mund ta them, por që do jenë një lloj testi për të pak të çështjen e ratingut apo kush ku dhe sa peshon, do t'jenë. Kjo është e vërtetë. Kjo do zgjidh disa dilema. Do zgjidh dileman fillimisht në raport vlen, le të themi, BDI në këtë rast, për arsye se vjet akoma nuk e zgjidhem atë çështjen kush i fitoi zgjedhjet. Ne njëra anë thoshte që kemi votat e pastra shqiptare, tjetra kishte disa parti koalicionesh nga etni tjera e kështu me radhë. Pra kjo është e sigurt dhe në raport brenda vlenit. Mos harrojmë që paktën kjo është përshtypja ime që kjo përçarja brenda vlenit apo tri partive, përkarshi, ASH-s, Taravarit, paktën unë e lexoj me terma politik dhe në kuptimin e një lufte politike, luftë për pushtet. Pra, mendoj që ishte një faktor kryesor që ky debati se kush peshon më shumë brenda vlenit që provojnë një situatë të tillë. Dhe tani ne në zgjedhjet lokale, zoti Taravari e ka definuar, e ka betonizuar që ne me cilën do të qoftë të koalicionojmë, do shkojmë me lista të veçanta në zgjedhje. Intenca kryesore gjatë gjithë kohës ka qenë kjo. Pra, ma merr mendja mu me dëshmu partnerëve të tjerë koalicionit vlen që unë jam më i fuqishëm. Pra, aleanca është më e forta brenda vlenit. Të deritanishëm. Deritanishëm, pra edhe këtu dëshironte, pra ishte një intencë për ta zhbërë këtë parimin e 25% që 4 parti politike me nda këto kulaqin e themi nga 25% dhe në kuptimin që politikisht nuk është korekte nëse unë brenda vlenit kam një përqindje më të lartë ndikimi me nda pushtetin me një parti tjetër e cila mund të ketë përqindje më të ulët të votave brenda vlenit. Pra këtë mund të adhem, këto zgjedhje këtë gjë do na e qartësojnë, e tani kjo a do reflektohet, a do përkthehet në zgjedhje të parakohshme, sinqerisht unë nuk mund ta them, por arsye se zhvillimet janë teje dinamike, flitet e përflitet gjëra tjera, të cilët mbase edhe mund të ndryshojnë gjërat. Por më lejo edhe një minutë ta them diçka. Skena politike shqiptare në këtë rast, pra humbi një mundësi të artë për mendimin tim për një rikonfigurim të ri. Struktura jonë, si që kjo, pra, me këtë demografi, me këtë mendësi, me këtë mentalitet, nuk e duron një partikularizim dhe atomizim të tillë të skenës politike. Shikoni, janë bëmë sa parti politike. Çfarë dua të them? Kur them humbi një mundësi për rikonfigurim, humbi mundësinë e krijimit të dy bloqeve të fuqishme, të mëdha, apo dy partive politike në kampin politik shqiptar, që për mendimin tim janë të mjaftueshme dhe njëherë për gjithmonë, pra edhe ne si shqiptar
të fillojmë të qasemi politikët pak më seriozisht, kryojmë parti politike serioze, me demokraci të fuqishme, me konkurrencë brenda tyre e kështu me radhë. Vleni për shembull edhe profili tyre ideologjik për konte dhe ishte i përshtatshëm për shkrirjen e një parti politike, bëhet fjalë për struktura kryesisht të djathta, dhe sikur të kishin qëndruar ati premtimit që na u tha atëherë se ne pas 100 ditë pas qeverisë do të shkrihemi një parti, dhe të ishte shkrirje një parti, sot do të kishim ne një parti politike, një blok të mirëfill, pak me profilizim ideologjik të djathtë në skenën politike shqiptare. Fatkeqësisht kjo nuk ndodhi, dhe nga ana tjetër edhe aktorët politik, po edhe tabani sociologjik i frontit evropian pak a shumë mendoj që kulturalisht dhe ideologjikisht përkon me njëri tjetrin, dhe atje mbase mund të kishim edhe një fuzionim në një parti politike. Ajo mund të ishte pak një parti e djathtë, megjithëse zoti Sela aty është e majt, zoti Sela është i djathtë. Pra ishte një mundësi reale dhe unë këtë e prisja. Dhe tani kur e shohim këtë lloj parcializimi, fragmentizimi të skenës politike shqiptare është për të ardhur keq, sinqerisht po. Ndan të njëjtën mendim profesor? Po ndodh një fragmentarizim prap i skenës politike shqiptare në Maqedoni? Nuk o diçka e re të shqiptarët e Maqedonisë Veriut ai punë. Dhe me thënë është tradicionalisht që do thotë se jo, nuk mendoj. Bashkimi Demokratik për Integrim ka pas të lloj stabiliteti, le të themi. Shihni sa parti tjera mini numrin e partive që janë shudri tash. Flas për parti politike të cilat parafërsisht kanë mjetën fuqi, dhe këtu del problemi. Vleni për shembull këtë probleme ka pas, për arsye se asnjëra nga partitë, 4 partitë nuk e imponoi veten si, le të themi, si kryesore, apo asnjëri nga 4 liderët nuk e imponoi. Për shembull, Fronti Evropian këtë problem nuk e ka pas, për arsye se zoti Ahmeti që ka qenë i pa diskutueshëm. Dhe mendoj që si lider. Po, sigurisht unë pajtohem si partit vogla, ato kanë ekzistuar dhe ekzistojnë gjithë. Se mund të rumbullaksoj, po. Desha them që nëse më përfundut. Po. Ato e koha e ardhë, momenti e ardhë ka qenë me njëherë kur kishte eufori me fuqen e tyre në qeveri, dhe përstani me njëherë mbasande të organizoheshin me një parti politike 5 subjekte, me shumë sukses do e banin. Unë nuk i di, unë personalisht e prita se do ndodhe diçka e tillë, dhe me thënë atë eufori, u futëm qeveri, entuziazëm e lanë të njëzë për ndryshime, që do të kishë një energji shumë më të madhe pro bashkimit atyre partive me një subjekt të vetëm. Për çka nuk ndodhi, nuk e di, tash sikur është zbeh ajo. Do me thonë, nëse do kishim atë veprim atëherë, tash nuk do kishim shkpuqi, nuk ish ku shkputet. Nuk do kishin subjektet e veçanta. Shifni ato tërkohën kanë vepruar si koalicion qeveritar, mirë pa asnjëherë nuk kanë pranuar që identitetin e vet partijak ta shkrijnë me një subjekt përbashkët. Është diçka e çuditshme. Edhe ne të them sot po të ish ashtu, edhe nga ana tjetër fronti me partitë që do gjenin gjutë përbashkët edhe konceptualisht, edhe strukturalisht, edhe të dilshin dy subjekte të fuqishme. Qërmoveshim me parti, do me thënë, kur e marra njerë listën e partive të formuara shqiptare nga 91 këndej, mbi 25 dilshin, e diçka tepër. Që pse jam personalisht parimisht jam për pluralizëm, mirë po, kur më fillon të bëhesh jo efektiv politik, organizau si duhet. Ne sot, veç që të kemi debat konceptual për zgjedhjet lokale, ne kemi debat kush me këtë bëhet, kush do marre kaq lista e set. Shembull, unë personalisht kam prit, që edhe u tha disa vite më herët, që zgjedhjet lokale do të fillohen me lista të hapura. Nuk u përmendet cilat zgjedhje lokale. Mirë po, pse mos qilet tash ky debat kur është koha? Të fillohet të jenë si parahyrje në zgjedhjet parlamentare. Le të jenë listat e hapura për këshilltarët komunal, për deputetët lokal, të konventeve komunale, këshillave komunale. Pse mos jenë? Pse mos bëhet debati në kuptimin konceptual të ngrehet cilësia e përfaqësimit politik? Se kështu vazhdimisht kush me kë do koalicionoj, kush me kë u shkput, vërtet kemi një skenë politike jo shumë efektive. Nuk po iniciohet shkuarja në zgjedhje me lista të hapura. Kujt i konvenon kjo gjë?
Kjo çështje do të ndryshot kodi zgjedhor, nevojitet konsenzus politik nga gjitha partitë politike. Edhe parlamentare dhe jashtë parlamentare. Shiqoni, pozicioni i partive jashtë parlamentare në Maqedoni këtu te ne është më i volitshëm se sa në vende tjera. Shifni me në Shqipëri, shumë në pozicion të pafavorshëm janë partitë jo parlamentare atje. Do të thotë këtu janë para pak a shumë kur vendoset për ligjin thirrën të gjithë partitë që janë të regjistruar, gjë që funksionojnë, edhe thirrën me konsenzus mirët. Do duhet konsenzus i gjerë, sa më i gjerë politikisht për të vendosur kjo fort, intervenohet në Këshillin Zgjedhor, në kodin zgjedhor edhe bëhet kjo, nuk është që s'bëhet. Mirë po, tash humbet ndikimi partijak, mandej në rritet ndikimi qytetar të përfaqësuesit, partitë e zbehin ndikimin partijak të përfaqësuesit të këshilltarët. Po edhe të deputetët po ta marrën. Të çyren tema të kësaj natyre që vërtet do të avanconi sistemi politik, edhe demokracinë, edhe transparencën. Jo, vazhdimisht merremi me çështje, janë çështje shumë legjitime, edhe këto që flasëm, brengosen qytetarët. Po të fillojmë nga një të eliminojmë dilemat e mëdha që se vërtet na ngulfatin në funksionimin e institucioneve. Kështu, Ersan, për të shtuar? Po, dua të shtoj. Ne duhet ta dimë që këtu në Maqedoni, pra kapacitetet demokratike, partive politike, qoftë kampit tonë shqiptare, qoftë kampit Maqedonisë mungojnë. Pra, demokracia, të them mendimin dhe do të them brutalisht, është një nocion i panjohur për liderët dhe kryesisht për shoqërinë tonë. Ne jemi shoqëri, le të themi, evoluar në këto lloj procesës dhe demokracia është inekzistente. Dua të them që ekzistojnë disa tema caktuara ku ekziston një konsensus i heshtur ndërmjet gjitha partive politike, pa përjashtim, dhe një nga këto tema është pikërisht çështja e listave të hapur, qoftë për zgjedhjet komunale, qoftë për zgjedhjet parlamentare. Për arsye se kjo kryetarokracia u konvenon gjitha liderëve, u ka konvenuar në të kaluarën dhe tani u konvenon. Dhe kjo temë disi është hapur disa herë, unë e kam ndjekë dhe jam shumë interesuar personalisht, por në mënyrë me një shkop magjik po fshehet, po heshtet, po kamuflohet dhe asesi dhe asë një parti politike deri tani nuk kam parë që këtë ta trajtoj seriozisht. Nga ana tjetër, kjo është shumë me rëndësi, jo gjithçka, por do ndikojë ndjeshëm në, le të themi, demokratizimin e partive politike, rrjedhimisht edhe të shoqërisë. Pra arsye se se edhe shoqëria jo nuk ka kapacitet demokratike. Demokracia është një nocion shumë i huaj për ne. Dhe janë disa çështje tjera, pra këtu mendoj që ka një konsensus i heshtur ku gjithë janë pajtuar që kjo mos hapet se nuk i konvenon askujt. Tabu temë të ngelit. Unë ka bërë një hulumtim komparativ në 6 shtetet Ballkanit Perëndimor. Besoni, të edhe prezentova dikun me një universitet rajonal këtu, vetëm Kosova i ka listat e hapura, edhe ato dihet si erdhë me, do me thonë, marrëveshja Tisarit, kështu me rastishko historiku i shkrimit kushtetutës Kosovës, një, e dyta edhe Shqipëria tash ka bo, jo, 30% që nduket. 30% që nduket, ka filluar e hapja, po se është ai hezitimi që thot profesori, është pa dilem. Është ai hezitimi, po të ishte kjo. Vërtet, unë nuk pres me një cikël zgjedhor të bëhet kushtet çfarë. Mirë, po të fillojë participimi, do të nxiste participimin e qytetarëve më tepër në jetën demokratike. Edhe kualitet do na sillte në skenën politike. Do sillte kualitet, do sillte motivim për të votuar, për llogaridhënie, për pjesëmarrjen politike. Vendimet politike do zaventoheshin me norma ligjore kur do silleshin. Do të thonë, parasore do ishte ligji, jo vendimet partijake, dhe do kishte ndikim. Do të thonë, unë e qela kështu si shqetësim që shpesh herë kam qenë edhe diku ku kam pas mundësi që një ditë do të ndodhi edhe kjo. Pa hajta fillojmë tash me zgjedhjet lokale. Si eksperiment. Nëse ka qenë premtim i vazhdueshëm që nga koha e LSDM-s, koha Zaevit ka qenë premtim ka qenë, por nuk në asnjë mënyrë nuk funksionon. Kur patën një farë presioni publik nga opinioni publik për të qenë listat zgjedhjet parlamentare, thanë prisni tash se nuk është momenti, jemi shoqëri e re, nuk kemi shumë traditë demokratike, do ta fillojmë me listat për zgjedhjet lokale.
edhe ati ta shohim ku jemi, si jemi, në atë kuptim të ushtrojmë pak demokraci dhe të futemi në procese. Profesor, praktikisht, profesori Aliu tha që është një dështim i politikës shqiptare që nuk arriti të ruaj dy tabore shqiptare, ashtu? Dy shtylla. Po. Të organizimit politik, de facto. Faktikisht, desha t'ju pyes edhe juve një mendim në lidhje me këtë, a mendoni se përsëri duhet të kemi dy tabore politike shqiptare, apo ndoshta edhe zgjedhjet lokale mund dallojnë nga ato parlamentare? Pa thash, të zgjedhjet lokale kemi dy komponenta. Votimet për kryetar komunash nuk janë shumë politike. Votimet politike shihen te listat. Edhe aty do shoh, mund ta dalën 3 bloqe. Nëse paraqitet si deklaron Arben Taravari, JSH-s me listat e veta të pavarura. Nëse i qëndron, domethënë premtimi deri atëherë, megjithëse unë mendoj se këto premtime tash që jepen pak herët. Jam i këtij mendimi, domethënë jepen pak herët, do shohim si do shkojnë. Do shohim, thash, ajo do jetë një barometër shumë i saktë, do na japë diagnozën e proceseve politike në shoqërinë tonë. Përgjithësi edhe te faktori politik maqedon dhe shqiptar. Mirë, profesor, përmendëm që Vleni zyrtarisht ka filluar atë procesin e shkrirjes në një parti politike, tani me 3 parti politike, Lëvizjen Demokratike, Lëvizjen Becë, Alternativën, si dhe përfaqësues të lëvizjes së vetëvendosjen këto në Maqedoninë të Veriut. A mendoni se ky subjekt do të qëndrojë gjatë duke pasur parasysh se çdo iniciativë po bëhet me bashkim e po përfundon me përçardhje? Sinqerisht nuk mund t'i profetizoj gjërat dhe nuk mund t'i parashikoj, nuk e di. Unë fillimisht e përshëndes si një lloj iniciative, madje unë do të isha shumë i lumtur sikur kjo ndodhte edhe sikur të ishte pjesë e aleancës, pra të krijosh një blok. Dhe është gjëja e duhur prap do kthehen ajo për arsye se unë jam kategorikisht kundër këtyre lokalizimeve, fragmentarizimeve të skenës politike, për arsye se ne jemi një shoqëri shumë e vogël. Dhe momentin kur na ndodhin si lloj parcializimesh, atëherë, si më tham, mbyllemi në një lloj geto politike kjo quhet dhe aty është ndër një kënet, aty ke çfarë mos ma fa. Prandaj e përshëndes një lloj iniciative, për mendimin tim është e vonuar, do duhet kishte filluar shumë më herët, që nga menjëherë pas krijimit të qeverisë vitin e kaluar, edhe për ato politikisht... Handicap për Vlenin që nuk arriti... Handicap, po sigurisht është handicap, po prapë po e them, kjo përçarje të shëmbrendshme, po ikja e zotit Taravari nga Vleni, ka të bëjë me është pasojë e kësaj, e mos arritjes së shkrirjes së një parti politike. Parasysh si tani ti shiko, megjithatë je 4 parti brenda, janë 4 emra të përveçshëm. Aty nuk ekziston neja. Megjithatë ekzistonte neja e përbashkët, neja e veçantë, unë si Bes, ne si Alternativ, ne si Aleancë, e kështu me radhë. Detyrimisht kjo, paktën për mua, jo që jam shumë i mençur, po ishte një diçka e pritur, ky rezultat tu shtok saj edhe le të themi papjekurim politike në që kemi si shoqëri, lufta e natyrshme për mbisundim ndaj njëri tjetrit, se është një filozof, Michel Foucault, thot, lufta për pushtet fillon ndër me 2 shokëve duke bisedu, duke pi kafe dhe njëri mundohet ta dominojë tjetrin siç mundohet në debat. Pra, duhet të them që ishte e pritur dhe unë jam i zgënjur nga kjo, por populli thotë ndonjëherë më mirë vonë se sa kur mbase prej këtij subjekti, akoma nuk kemi pa ne rrjedhën, që do rrjedhë kjo shkrirje, se megjithatë ka një lloj procedure, nuk do ndodhe brenda ditës. Uroj që të ketë sukses dhe qëndrohet në një blok të vetëm, bitë gjitha unë insistoj që ka ardhur koha, që edhe pse sot flasim për një epokë post-ideologjike, megjithatë mendoj që ka ardhur koha që partitë politike tona të profilizohen ideologjikisht pak a shumë. Atë që shohim dhe që kemi pa deri tani ka qenë një skenë komplet kaotike dhe anarkike në këtë drejtim, dhe këto lëvizje që i shohim, qoftë si parti politike, qoftë si individ, e dëshmojnë një gjë të tillë.
Nuk mundesh ti brenda natës me u bashku me një parti tjetër, nesër me një tjetër, pra megjithatë politika dhe etika paka shumë janë të njëjta, mos them që thoshte Sokrati. Profesor, a mendoni se do të ketë sukses Vleni në këtë rrugë që ka nisur për të shkrirë në një parti politike? Unë me sa di, ato flasën që nga viti kaluar për këtë punë, nuk e bëhen atër kur ai momenti kur i shumë i volitshëm, kur kishte disponim shumë më të madh se aktualisht, e kanë filluar atë proces me caktimin e përfaqësuesve nga gjitha partitë të krijojnë një trup përbashkët. Nuk preste atë shpejt, edhe me siguri se do ndodhe një ditë, por jo me atë efekt siç do ta kishte para një viti të ishte bëu. Domethënë do jetë efekti më i vogël, nuk do ketë, për arsye se shkoj një subjekt, subjekti më i madh politik i asaj e atij koalicioni doli për aty. Do psohet. Ai që shkon me antar, shkon me trup votues, shkon me kapital politik. Prandaj them do jetë më i vogël se sa të kishte ndodhur vitin e kaluar nga muaj qershor kur i kanë diku. Profesori paraprakisht përmendje që shkaktari i përçarjes në koalicionin Vlen është edhe pak kjo çështja e bajraktarizmit, apo keni të njëjtin mendim? Po, është pjesë e kulturës politike, pjesë e kultivimit demokratik. Duhet për këtë punë të demokracia i vendon vendin e vet këtë punë, por duhet kohë. Do të thotë çdo njeri ja tregoj vendin e vet. Prandaj përmend ato 25 parti që thash, nuk patën në mundësinë legjitimon ku janë sot. Vetëm regjistrin e partive politike kanë gjithë regjistruar. Nëse dëshiron ndonjë kronist të bën diçka shkruar, mund të gjë, por ndryshe si ke. Me thënë, elektorati është ai që kërkon grumbullimin e partive politike. Mirë po, ato do të lidhen në bazë konceptuale. E tash, bajraktarizmi është çështje që zakonisht Ballkanin tërsi lëngon. Edhe është një nga determinantat më të rëndësishme pse këto vende nuk arrijnë stadin më të lartë të demokracisë, pikërisht kjo. Do të thënë, keni 2-3 kryeministra në rajon që kanë nga 2-13 vjet në pushtet, pretendojnë për ka 16 vjet. Jo si rezultati i punëve, mund të keni edhe punë, nuk i mohoj ato. Po si rezultat se ka më ardh, edhe unë do pres, nuk e lëshoj parti derisa të rritet një PM që të mund ta trashëgoj. Do të thënë, ndoshta pak ta bëj më praktike, më të thjeshtë. E kemi atë çështjen e bajraktarizmit, është shumë e theksuar, jashtëzakonisht e theksuar, edhe është një nga pengesat kyçe për demokratizimin edhe të partive, edhe shoqërisë, edhe institucioneve. Po, nuk është vetëm tek shqiptarët, kjo është përgjithësi në Ballkan. Prandaj duhet të imponohet. Kosova me standarde, do të thënë, procesin e transferimit të pushtetit më të lehtë ka Kosova në rajon. Pse? Prania ndërkombëtarëve e bën të mundshëm që të krijohet një bazament demokratik, një bazament më ndryshe demokratik se shtetet përreth Kosovës që janë. Prandaj edhe e kanë atë për 45 ditë më të organizojnë zgjedhje të tjera, shembull. E kanë atë mobilitetin elektoral, organizojnë, funksionojnë gjitha strukturat e zgjedhore që janë. Prandaj them, do të punohet shumë këtë drejtim, edhe nevojitet kultura demokratike t'i kundërvehet këtij bajraktarizmi, që të vihet deri aty ku duhet, të proceset jenë më të shëndosha. Qartë. Atëherë, gjatë gjithë emisionit kemi komentuar se opinioni po merret me çështje që ndoshta nuk tangojnë drejt për drejt xhepin e tyre ose mirëqenjen e tyre ose jetesën e tyre, por me çështje që më tepër kanë të bëjnë me ndoshta interesa në ngushta të partive politike dhe të liderëve politik. Parashtrohet pyetja, si ndikojnë këto temat e elektoratit apo lodhet elektorati, sidomos ai shqiptar? Sigurisht. Mendoj që elektorati nga një ranë lodhet, po mendoj që nga ana tjetër janë edhe tërheqëse për një shoqëri si kjo e jona tani, nuk di si ta definoj një shoqëri. Këto janë gjëra tërheqëse, shërben edhe kështu për ta kalu kohën, për bisedu. Për mohabet e kafesh? Për mohabet e kafesh, po shumë seriozisht e kam tani. Një shoqëri ku ndarja e punës
kuptimin e Durkheimit nuk është arritur akoma, nuk është theksuar. Një shoqëri e cila merret me, le të themi, me kush farbon tjetri, besoj që janë tema paksa tërhese. Profesor, ndani të njëjtë mendim? Pa mendoj se tash dini se kemi një elektorati tash dëshiron ndonjëherë edhe të sqarohen gjërat. Nuk është themi ashtu si dikur që ishte prit një mënyrë kështu shumë tifoz të partive politike. Tash kemi një strukturë të re deri diku që kërkon edhe të sqarohen gjërat. Këto që pak a shumë ne sqarojmë sonte janë gjëra të komplikume që mund të jenë pak lodhshme për opinionin realisht themi, mirë po nevojitet një sqarim i paanshëm, profesional, deri diku aq sa mund ne ta japim kontributin që të dihen proceset politike se nuk mund presash për një parti të caktuar politike ti shpjegoj gjitha dimenzionet e procesit. Do të thënë, mendoj se e ka efektin e vet. Pse ka efektin e vet? Se ai që e ka shpik demokracinë, do të thënë kur bëhet demokracia si sistem qeverisje, debati është esenca e demokracisë, përplasja e ideve, qëndrimeve, edhe ajo të bie deri te idetë e reja dhe te qëndrimet edhe te vendimet. Mendoj se është e dobishme. Tash elektorati opinionin si duhet pranon, kush si, varet prej këndvështrimeve që kanë. Mirë, atëherë, nëse nuk keni diçka më tepër për të shtruar, unë do t'ju kisha falenderuar që ishit pjesë e këtij emisioni. Faleminderit për ftesën, edhe një herë, edhe ju dëshiroj suksese në debatet e ardhshme, edhe të dalën sa më shumë ide të artikuluara që opinioni t'i paranojë dhe të ndërtojmë një shoqëri më të avancuar në aspektin demokratik. Po, shpresoj. Faleminderit Elsan. Faleminderit gjithashtu. Atëherë shikues të nderuar, ju faleminderit edhe juve që ishit bashkë me ne në këto minuta, nga unë Ersan Pajaziti, natën e mirë.